Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju kërkoi besimtarëve që të sillnin nga pasuria e tyre, pasi duhet përgatitej ushtria për betejën e Tebukut, e cila ishte një ndër betejat më të vështira për shkak të distancës së madhe që duhet të përshkonin, por edhe për shkak të nxehtësisë, pasi do të zhvillohej në ver, të gjithë ata nxituan të sillnin çfarë kishin, dikush më shumë e dikush më pak. Dhe Omer radiallahu anhu kur po kthehej me një ngarkesë goxha të konsiderueshme, po mendonte, sot ja kam kaluar Ebu Bekrit. Mbasi shkoi tek i dërguari i Allahut dhe e la të gjithë atë ngarkesën përpara tij, i dërguari i Allahut e pyeti: "Çfarë i ka lënë familjes Omer?" Se i dërguari i Allahut nuk donte vetëm të kryente punën e tij, ai interesohej edhe për familjet e tyre, interesohej edhe për brengat e tyre, e ndjente veten si një prej tyre megjithse ishte më i larti i tyre. Omer radiallahu anhu i thot: "I kam lënë dhe njëherë sa kjo që solla i dërguari i Allahut, që nuk kuptonte gjysmën e pasurisë." Mirë, po pak më vonë vjen Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili me zor po ecte për shkak të ngarkesës së madhe të cilës po mbante dhe e lë përpara të dërguarit të Zotit. Profeti alayhi salatu wassalam e pyet: "Çfarë i lë familjes Ebu Bekr?" I thotë: "I kam lënë Allahun dhe të dërguarin e tij."